Festivali Gjirokastrës ka startuar. Ndryshe nga herët e tjera, këtë vit festivali ka nisur me 1 minutë heshtje për shkak të situatës së krijuar në qytetin e shqiptarëve në Kumanov. Ju kërkoj ndjesë, por e kam pamundur që ta qel fjalën përshëndetëse për këtë fest të shpirtit të kombit ton, pa ju kërkuar të gjithëve që në emër të këtij shpirti që na lidh me njëri tjetrin që kur ekzistojmë, të mbajmë 1 minutë heshtje për jetët e pafajshme të të vrarëve në tragjedinë e Kumanovës. Argjirofest On 2015, si një nga festivalet më të rëndësishme të pasurisë folklorike, do të ngjisë në skenë artistë të rinj dhe të njohur të skenës son, të cilët me performancën e tyre do të shtojnë folklorin shqiptar. Për shumë ditë dhe net me radhë në këtë skenë do të rrahë zemra e madhe e kombit, do të derdhet shpirti i tij i thellë, do të shpaloset mendja e tij e lartë. Si krijim artistik, ai është dritësim mbi thellat e pafundme të shpirtit të popullit. 16 maj është dita që do të ulë edhe si parë në këtij festivali të rëndësishëm kulturor, ndërsa pritet të ketë edhe ndarje çmimesh për pjesëmarrësit.